Provimi i jurisprudencës nuk mund të mbahet në Shqip sepse shërben si test për njohjen aktive të gjuhës maqedonase, i cila është kusht ligjor për ushtrimin e profesioneve juridike si gjyqtar, prokuror, avokat, noter apo përmbarues, thonë nga Ministria e Drejtësisë, pas peticionit të studentëve shqiptar të cilët kërkuan që krahas provimit të jurisprudencës në maqedonisht, i njëjti të mbahet edhe në gjuhën shqipe. Nga Bashkimi Demokratik për Integrim thonë se mohimi i të drejtës për testim në Shqip të juristëve përbën shkelje të drejtës kolektive dhe të marrëveshjeve politike që janë garantues të stabilitetit ndërretnik. Vendimi i Ministrisë së Drejtësisë i drejtuar nga Igor Filkov për të refuzuar zyrtarisht peticionin e studentëve dhe për të lejuar dhënien e provimit të jurisprudencës vetëm në gjuhën maqedonase përbën një hap serioz përpara respektimit të drejtave kolektive të shqiptarëve dhe një barierë të drejtë për drejtë për përfaqësimin e barabartë në sistemin gjyqësor. Bashkimi Demokratik për Integrim vlerëson se çdo tentativë për relativizimin e statusit të gjuhës shqipe përbën shkelje të marrëveshjeve politike që kanë garantuar stabilitetin ndërretnik dhe orientimin evropian të vendit, thonë nga BDI-a. Bilal Kasami nga koalicioni Vlen thotë se për çështjen e provimit të jurisprudencës edhe në gjuhën shqipe po zhvillohen bisedime në kuadër të qeverisë për të gjetur zgjidhje. Është një çështje në vazhdon e implementimit të ligjit të gjuhëve, sigurisht që është një problematik e ngritur nga studentët, e cila kërkon zgjidhje. Ne jemi në bisedim në kuadër të qeverisë që edhe këtë çështje si shumë çështje tjera ti zgjidhim. Po ashtu edhe këtu nuk është që ne bëjmë zhurmë apo bujë të madhe në opinion, por ajo që mund të garantojmë që kjo çështje do të zgjidhet në interes të studentëve, përderisa gjithë procesi, më thënë, edukativ arsimor shkon në gjuhën shqipe deri në universitet, sigurisht që edhe këto provime profesionale duhet të ketë mundësi që të mbahen krahas gjuhës maqedone dhe në gjuhën shqipe. Së fundmi 385 studentë shqiptar nga 3 fakultetet e juridikut në Maqedoninë e Veriut përmes një peticioni kërkuan nga institucionet që provimi i jurisprudencës të jepet edhe në gjuhën shqipe, në gjuhën e të cilet i kryen studimet, pasi siç thonë, u takon me ligj. Peticioni është dorëzuar edhe te Ministria e Drejtësisë, Agjencia për Zbatimin e Gjuhëve, Inspektorati për Përdorimin e Gjuhëve, Kryetari i Kuvendit dhe zëvendës kryeministri i parë. Në lidhje me peticionin e parashtruar nga studentët, nga Agjencioni për Zbatimin e Gjuhës theksojnë se organ kompetent për organizimin, realizimin dhe mbajtjen e provimit të jurisprudencës, përfshirë formimin e komisionit, procedurat përkatëse dhe mbajtjen e evidencës, është Ministria e Drejtësisë. Agjencia e Zbatimit të Gjuhës e Republikës së Maqedonisë së Veriut mbetet në gatishmëri të plotë institucionale për të ofruar mbështetje për të gjitha kërkesat që i parashtrohen institucionit tonë. Shqetësimet e studentëve shqiptar kanë arritur edhe në ambasadën e Shqipërisë në Shkup. Ambasadori Denion Mejdani tha se kanë adresuar këtë çështje në instancat relevante. Ambasadori Mejdani theksoi rëndësinë e respektimit të drejtave gjuhësore në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe me parimet e barazisë qytetare.